fushat. Shqipëria madhështore është Shqipëria punës, e prodhimit, e Made in Albania. Në Made in Albania e para është Made in Korça. Askush nuk je punën dhe kulturën e saj. Askush je më mirë se ju, fermerët e mrekullueshëm të këtij qarku. Po unë ja fjalën ju, se ata të cilët rrëzuan fermat tuaja për dhe me Ballkan e hapur, ata të cilët shkatruan mira ferma në Korçë dhe në Shqipëri, me 11 maj marrin ndëshkimin shembullor, kurse ne fermerit kolçar, devoli, pogradecar, kolonjar, do bëjmë gjithçka për suksesin e tij. Do i pesfishojmë subvencionet për çdo bim, për çdo njësi prodhimi, për çdo kokë bakti të rritur. Do investojmë në vit 70 milion euro në kullime, vaditje dhe mbrojtje të tokës. Pensionet në fshat, as një pension ndën 200 euro. Linja krediti të buta. Linja të buta krediti për çdo fermer që dëshon të zgjerojë fermën e tij. Miq, mbrojtja e plot e prodhimeve tuaja në sezon është zotimi im para jush, fermer të Korçë, fermer shqiptar. Miqtë e mi, pastrimi i shtëpisë është kushti i kushteve për Shqipërinë madhështore. 3 javë më parë, Korça përcolli për në banesën e fundit një birë të shquar të saj. Robert Kotmilen, ish kryetarin e bashkisë të viteve ndër më të vështira në historinë e këtij qyteti. Roberti u nda nga jeta në vetmi, por mori nderimin më të madh nga qytetarët e Korçës, sepse ai jetoi, qëndroi, u shërbeu dhe vdiq si shërbëtor i tyre. Ndaj dhe unë zotohem para jush se shtëpia do pastrohet nga këta të cilët kanë ndërtuar parajsa, kanë ndërtuar vila, hotele, motele, nga këta që vodhen qindra milion euro. Miq, vetëm me djegësin e Tiranës, Edi Rama, 130 milion euro ka zhdukur. Po ky